besë folim. Përshëndetje të dashur shikues të Hisari Online, jemi me Hajt se folim me emisionin e radhës e sot e kena të ftuar një super aktor vendor tonin, do të më thonë made in Kosova, Labeat Bytyqin. Labeat, faleminderit shumë që ke pranuar me ardh në Hajt se folim. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Faleminderit. Labeat, qysh është më kon artist ose aktor në Kosovë? Kur qysh? Kur qysh? Shko kjo pyetje. Po dhe qysh është mirë. Si profesione tjera, vëdën tash secili prej neve ka një profesion tillë. Unë ma shumë e quj që më thonë zanat, sësa që e luj adin aktorin dhe me ku njëm aktor, adin nuk më pëlqen ajo dhe menoj që është pak munges. Qysh e kanë prit për shembull te shtëpia kur i ka kallëzu që po don më bëj aktor. S'u kanë prit hiç. A diçka? Thanë mos hajde. Parpule. Masi pas ke qenë letra që atje mos u kthej. Jo e kum thonë një herë në ekonomik. Ja. Ja u pas ke zbut pak. Jo, që më thonë, te na parafërsisht so që nuk dihet rezultati i profesionit, të qenurit i fakultetit të artëve përgjithësi, po është çështja që kanë tregu, kanë thonë që është pak rrugë e vështirë, është problem, po mbi të gjitha është çështje që personale që e kom zgjedhur unë dhe mbi të gjitha nuk është që i kom ra pishman asnjëherë. Që aty që të pas kanë thonë rrugë pak e vështirë, ta pas kanë lyj me kos pak, ta pas kanë zbut pak. Jo, ata unë me kos e kisha. Ta pas kanë qitë dhe italianore, pra. Me zbut po. I vetmi moderator që pyet të dishkruan masani. Jo, do të thonë levi me fletat bardha me çfarë. Janë bardha, çka të mëson shkruan tani. Me menu xhamati atë që ka diçka të shkruaj me këto, po jo, do të thonë gjatë intervistës mësoj lajsa pila me atë e shkruaj ndërkohë atë. Po ta shohim sa po më rri me shkruaj. Ishte tani. Çka smet në email ti çoj. U kry, ose ta jap fletën i shkruaj vetëm i pjanerën tjetër. Qysh e ke kalu gjithë çet periudhë që konsiderohet pak e vështirë, po mirë edhe pandemisë kallzo. Që të ka marrë malli me fol për pandemi edhe folim. Po kështu aktrimi si profesion nuk është për shkak të tregut që na imponohet, nuk është punë për shkak që e ki çdo ditë 8-4 apo ose ki angazhim çdo ditë. Në këtë profesion sa një parsor që na kanë thonë në fakultet është durimi. Do të thonë nëse nuk i durim është problem. Për shkak që do të thonë bashkë në qatë kohë që janë nisë më konë pak aktiv, janë nisë me punu, aty vjen një kohë dhe veç nalësh, për shambull. Nuk ka angazhem. Po ti prapë se prapë dush me gjithë motivin, kohën, durimin, edhe me vazhduti me punu, me lezu, Paka shumë më që ajo pula e papagallit, që dhe me folë, s'po folë, po interesim ko. Mire, qysh e ke pa vetën që ki talent për këtë farpune? Ka të kalin ke faridje në shkull? Jo, kjo punja ka fillu në shkull fillore, ka më thonë me mësusën, që e përshëndes mësusën Myfera Berisha. Në përshëndesim. Aty ja ka fillu kjo punë për shkak që për ditë shkollës, unë kam qenë 7 mars në shkollën fillore në Suarek. Edhe do më thonë, fatmirësisht e kom pas për një menim mësuse shumë të mirë që ka bo shumë aktivitete me nëzansa. Po dhe gjithmonë për ditë shkollës i kena pas 2 projekte, cilat do më thonë kanë konkuru, kanë konkuru për ditë shkollës për më bo, do më thonë kur më ke mbledhia për më prezentu. Edhe për 5 vjetë, sa jam konë me to, do më thonë pikë klasës parë, deri të 5-ën në cilin sketch, jam konë qaj sketch ka fitu, gjithmonë kom shkuar. A vëden, s'pa thëmë që ata tjerë nuk jënë konë talentuna, unë e pale qka, po qashtu konë, do me thonë, qaja u konë ajo piknisja, që unë ja kom nisë më marrë me këtë punë. Do me thonë, mësusja e shkollës fillore, ka qenë ajo që... Iniciatorja që të ka shti më marrë me aktrem shkoku i skeqeve. Mira, ata përmenin që pjes në herë, adin që të kishëm qute në mësuse tjetër, që i shkonë ma mirë. Jo, nuk ma kam përmen këto.
Për kundrazi, do më thonë, u kun çështja që nuk u kun vesh, unë nuk e kom pas shkollën, apo den shkoj ta kryj detyrë dhe të heci, apo den. Te heke qafe. Ja, nuk u kun e, do më thonë u kun me shumë qef, apo den. Se qërë tash përgjësi për shembull çka janë lënë teorike, apo den jam pak më të munem ta. Po. E fatmirësisht kur është një mësimdhënës që din me bëu lëndën atraktive, tani mas Ato kena hek shumë, sidomos Adem, gjenerata tona. është kemi hek problem, tepër apo den shumë se për atë nuk mjafton vetëm, do të thonë, okay, që tash kena gjuhë shqipe, matematik, bla bla bla, po do të më bëu një far interaksione, apo den me bëu diçka më interesant që me një farë mënyrë me mbajtë edhe vëmendjen. Sidomos te cikli olt, për shembull, Po. që ata pe lodra kanë dalë pa në shkollë. Do të thonë si robota, ashtu, do të thonë veç mësim mekanik edhe xherra atraksion, kërkush din me ta bëjë londën interesant. Po da, po den Edhe çata është edhe pak ndoshta suksesi i ulët i nxënësve në gjeneratat e vogla. po është përveç Se dush me asaj, ditë na. më janë nxjerrë nxënësit atë më të mirën e vet. Po dush me ditë, për shembull, na kena raste që kena pas janë klasë, janë gjenerat, ja dikon, apo den që u kon për shembull më i gjallë për natyrës. Po. A den ai thjesht, do të thonë, Ose që thojnë këta të rritë më ekstrovert. dhe jo vetëm. Ndoshta veç nuk kanë ditë me kanalizu atë fëmijat, nxënës, apo den me hekaj qatë energjinë e teprume që e ka, apo den. E do me thonë nëse ka aktivitete sane, do me thonë edhe ai zbutët me një farë mënyrë edhe pas nejna Mos ta përmenem që kur kena pas edukat fizike, na kena pas orë kujdestarie. Apo dhe. E me diskutu për mungesa, dhe në kërkush ta ka qitë me lutë futbol. Po, ose vish ta kanë dhoni top di. Mërës ta ka lola stope se me ta pas Ju ngelan s'pas këtë posa stopa. Jo, çfarë, na i kanë djeg edhe topat. Mirë, kështu prej sferës të aktrimit, kanë ki pak ma të preferum prej aktorëve ose aktoreve tona, ose ma të vjetër, ose tashit, kanë ki pak si lloj, kështu që javnën synë dhe thu, na shpirë me shku rrugës tina, ose na shtas... Po nuk mund është për shembull na zakonisht për shembull kur fillon këtë profesion, a din sheh Hollywoodi, Oscari, ajo, kjo, po realiteti është ndryshe, apo den. Po. Edhe nuk mundesh me ndjek për shembull tash ti rrugën e Marlon Brandos apo den se ai ka pas tjetër vëlla, apo den është vend tjetër, është kulturë tjetër, është gjuhë tjetër, apo den këtë sanët janë ndryshe, Rrethonat i ka apo pas den tjera. rrethona tjera. Tash na si aktor në Kosovë, do me thonë ti duhesh me u përshtat tregut, duhesh me u përshtat rrethit, edhe qëta që jem, apo den nuk mund më bo as ma të mirë, as ma të As ma të këshirë. këqij. Qëta që janë, apo den, po të paktën, do me thonë, qka është me rëndësi, është me konë bashkëpunus. Me konë bashkëpunus në ekip, me konë i dobishëm për ekipën, apo den, jo me konë Deli Aziz, për shkak që pa marrë parasysh nështë mund është me konë shumë i talentun, po I thjesht ki dë mangësi cilat e prishin edhe Po harmoninë po da, brenda vëden, grupit. sa do me kun i mirë, prap se prap je i tepër, do, vëden. Je i tepër, nuk mundet me duru. Kërkush, së s'ta ka me bërë fundja ditës. Një herë dy, në të rjetën thëtë që Për shembull, zotni, po. derave që kjo. Apo dhe. E që kjo është çështja, do me thonë, si aktor preferun, na të fillu pak edhe për shkollës e sen, edhe në Brando, Al Pacino, janë këta ten ikonat Normal. e këtij profesione, apo den që janë, po thuj se të pazavendësueshëm. Po, mbi të gjitha, për shembull, nëse diskutojna për filmin, janë shumë faktorë që ndikojnë për me dalë një film i mirë. Den pa dyshim është, për shembull, baza është te skenari. Okej. Tani mas ne të aktrimi, të regjia, po edhe shumë projekte kanë ditë me dështu ose mos me pas suksesin e meritum për shkak për shembull të montazhës. Për shkak që adin regjisori, politikat e produksionit e kanë ndjek për shembull një rrugë tjetër, edhe nuk ka dalë për shembull projekti qysh është prit. Apo den u dalë komplet ndryshe, apo den se ai Rezultati final nuk ka qenë i kënaqshëm. Nuk ka qenë i kënaqshëm, po nështë nuk u kon Ashta krejt se në t'jon konë në rregull, po që thotë në Apo fund den. të montazha, Te montazha ka e dalë diçka prish. ekstra Apo që e ka den. prish krejt. Po, pra. E janë shumë faktorë që ndikojnë, apo den na veç e shohim në ekran, sa mirë po do këtë e sene, po janë shumë faktorë mrapa që ndikojnë që me dalë një produkt i mirë, që me thonë wow, apo den çka pas kanë bë. Kështu do
projektet që ke marrë pjesë deri tash. Cëllën e kishe veçu ma shumë, ose na kallëzo ma shumë pak për përvojën tone me projektet e tua që ke pas Secili projekt, në Aktrem. secili projekt, qoftë projekt ma i madh, qoftë projekt ma i vogël, do më thonë, e ka shkollën e vetë, e ka mësimin e vetë, e ka përvojën e vetë, knatësinë e vetë. Do më thonë, edhe secila për këtyne me një farmyre, përderisa kom lu vetë që aty, aden, me një farmyre se cilën e du, apo den. Se është pjesë e krimtarisë tone. Apo den pjesë e jamja që kom bo mund për që ato. Po cëllën ke hek ma shumë, për Me shembull? hek ma shumë, kom hek të filmi Illyricum. Për shambull, që mu ka dasht për një mujt, dikun, i kom hek 16 kg, mu ka dasht me mësu tekst që u kon gju e rikrijume. Okej. Tani mas njëna kom pas, u kon rol këgja i madha, për den se kom pas dikun për po thuj se 40 ditë gjenim, se u kon filmi gjatë. 6 javë kem qëndru në Bjelashnis, është vend malor në Bosnje, si me thonë Brezovic këtu të nashë, okay. është vend edhe i skimit, po, vend turistik. Edhe aty, për shembull, kom pas edhe lodhje edhe fizike ka gja shumë. Atin se u kun mundem, u dash me gjëru edhe natën edhe ditën e kom pas pak ma letë se ju më kun veç me sandale, a natën nuk u bëj keftoft, ata që ishin me çorapat leshta, kishin ma letë. Mire, që që avone mi hub 16 kila për 30 ditë. Dietë strikte dhe ushtrime. A më shumë A kona e rol për shembull për mi hub veç një 7-8 kila. Atë kisha orë veç asistent i regjis kështu. Qëre se jam i familiarizum pak me punën e asistentit, se i kam edhe disa punë tjera që i kryjnë në rolin e asistentit, që isha për shtatë, besoj, gëgja shpejt. Për që ato tani janë do, po ndryshet është edhe motiv, apo den që kur ki me arrit një qëllim, den e ki një rezultat për hirë të diçkafit, sidomos për shembull profesionin tonë që e dënë si profesion, se na 17 bërgjë pak ma herët e pyetja për shembull, te na asnjë familje me një familje nuk është që tëtë qush këna këtërem. Thojnë artist, apo den sa je i vogël, për në moment kur vjen koha për me zgjedh, për shembull që po du me shku që aty ngec. Apo den se tani përkraja është më e vogël. Hezitimi është më i madh. Hezitimi është më i madh, po se përkraja. Na shta kur e shohin që s'kan ku me çu, edhe që e ke do menën për atë punë, kanë me ta dhon përkrajen. Normal. S'kan çore, aden. Kjo punë shkon me çore në fund. Paj. Po është punë që lyp rezultat, apo den. Pa marr parasysh. Edhe kanë njerëz din me orë rezultatet me nëran. Po s'din, apo den kërkush nuk e ka fatin e njëjtë, riskun e njëjtë. Apo den dikush e merr suksesin e merituar në moshë shumë të re, dikush nuk e merr suksesin e merituar ndoshta për vitet tona. Deti bëm 40-50 vjet. Apo den. E është punë për shembull që pa marr parasysh nuk po foli për për punë institucionale, po foli për kështu për shembull nuk është që ka pension kjo punë. Me 65, ai përkundrazi këtu, domethënë sa më në moshë shtyme që je, përvojën e ki më të madhe. Edhe përvojën më të madhe, po edhe mund të më konë për shembull ndoshta roli një klokut, ma i kërkum që nuk mundën edhe me gjithë ndoshta drejt. Po, ajo punë, po edhe pjekunia është, domethënë mbi gjitha, apo den. Përvoja jetësore, përvoja artistike, apo den këtë kombinim edhe tani del ndryshe. Për me dal pak prej kësajna. Me qa po mirë është? Edhe unë e dalloj qështu. Mësusi batit. Mësusi batit, mësusi historisë në katën. Mirë, Shka për na del për para? Dore, si gjithë qytetarët e Kosovës. Ka 2-3 miljon. I kena, ka 3-4, i ki edhe ti. Po. Ti pse je artist, i ki. Qka, masi veç i përmelëm këta të politikës, qka ka po politika ose shteti ma shumë, ma mirë me thonë për artin, për gjithësi edhe për aktrimin në Kosovë? A na shta po thu ka bo shumë që s'kena vakt me folë për atë parti? Jo bre qëre, tash arti politika ka njëherë për një me jam shumë apartijak. Mirë që thoa apartijak, e s'toa politik, se s'ka njëri apolitik. Ja, apolitik është e pamundshme me konë këtu të na. Sidomos Kosovë jo. është e pamundshme, po jom apartijak, ki se cilin subjekt, ki individ mirë. Po tash nuk mundet për shkak se është një individ i mirë me kon krejt mirë. Apo ose një është i keq krejt që.
Pak me që theti qka nuk është që duhet me prit dhe me qa po bën shteti se kërkush zjen me thirë ty qula vetë puna apo den ose hajde kom një super rol për ty jo dhe den dush me punu vetë me gjithë mundësit me ja kriju vetës po të paktën qka presim për politikës për dhe sa veç jena në emision bashkëvendasve për shembull presim që me u themelu teatrin Suarek për deri sa janë këgja procedurat gati për shkam me sa ko mujt me dëgju është që është u prit kjo pranimi teknik. Okej. Do me thonë në fillimisht mu bo pranimi teknik, jo, në fillim mu bo pranimi teknik, mas nena me fillu me procedura nëse veç bohën, apo den, po pa u bo pranimi teknik. Po është thirrje të një prej po butrinti. Po butrinti e ka bo. Për ka qenë mysafiri i parë në po, Hajce Folim. Butrinti është një iniciatorëve për shembull që unë masanena ka ro butrinti unë kom hinë në fakultet artëv. Për arsyen... pas ka marrë në qafë. po, bre, ma koj natën. Sinqerisht, po, se ka ardhë, du me thonë, ka ardhë personalisht, unë e shok e kom butrinti në bëdin edhe motinimi, po të mas një unë një vetë nuk u patar pranu në fakultet artëv. Dhe në kom pas ambicje tjera me shku në Amerikë, studime, nuk ndodhe. Ajo u shtym procedurat, mas njëna ka ardhë butrinti, dhe më ka thonë, hajde se edhe një javë i kiko. Unë du me thonë veç që pa ta vendos, mës me shku. Melona të varë. Melona, adin që ashtu pezull. Erdë butrinti edhe mas nina u përgaditëm, du me thonë me monolog që a kishim, edhe fatmirësisht u pranova dhe ja ku jem. E të kjo pjesa du me thonë, i këthejme se po këthejme pak për tema, zëmtejme po s'ka dert. Që ata emisioni e ko Hajce Folim. Mirë bollë. Të kjo pjesa du me thonë që them të politika, nuk është që apëtin është mirë dhe është e domosdoshme me u bo, për shembull themelimi i teatrit në qytetin tonë, për shkak që edhe publik ka. Suareka, do me thonë, është qytet që është ardashës. Për shembull na kena pas rastin edhe me festival që mbajt festivali teatrove, edhe me shfaqje, për shembull me repriza që vinë si shfaqje musafire, do me thonë gjithmonë ka publik. Ka interesim për atë pjesë. E këtu muna me lidhë për shembull me atë forën e Hutit që ka interesim. Interesim, po teatri s'po themelohet. Apo den, tash e kuptojnë edhe këtë pjesë që secila prej këtyre punëve, do me thonë, e don kohën e vet, nuk bëhet kjo mbrana natës, po besoj që është edhe vullneti i mirë edhe pe anës, do me thonë, të udhëhecëve që me mujt me arrit rezultat. Ona burokratike mu konë ma e vogël, mi shduk do burokracit pa nevojshme që i kanë rreth procedurave, ose të paktë nëse nuk mujnë mi shduk krejt, mi u gra punëve pak ma shpejt, mi i me gjanarë dhe me kry, me mshirat punë. Nuk jam nashta njeri adekuat për me full për këtë pjesë, po pa dyshim që nuk jam, apëten se nuk jam i asoj lamije, po jënë për shembull të këto punë janë do procedura administrative, adin që dojnë kohë, për shembull na veç e shohim adin që so ka bëhet, për shembull kushtimisht, jo të këto po të një projekt, po nëse është vullneti i mirë pa marrë parasysh kalohën këtu dhe bëhet. Jo me do mos 2 vjet për shembull, po kuptoj. Procedura administrative mund të bukon një javë, 2, hajde mbrana muajit mu kry. Po të kuptoj, po. Ka vullnet. Na e valla nëse s'ka vullnet, zgjat edhe një mandat e han. Çashtu. E vërtet, kjo varpjesë po besoj që për vel djetë sal. Po besoj që ka me u bo, po uroj që ka me u bo, tash s'po di adin normal që qefi i jonë është se cili prej neve është me u bo sa ma shpejt kjo. Adin se na që të punë e kemë, adin edhe me nëzis presi me u themelu, me u punësu kushtimisht, edhe me vazhdu me shfaqje, me bëni pak ma shumë presion, që tash mas jenë zedhjet, se po na vinë edhe një parë, se i na mësu, do më thonë, po na do këtë pak interesant mos me pas zgjedhje, se me pas nuk na më ka bud në sen, adin kështu, që me thonë kuku, zgjedhje kena se vjetë, jo, sot qata të bënë në qëto? 6 ata? Po sa dushme, pe ti shtojmë na. Pak që t'i shka i bojnë edhe një parë vjeshtës pëse kena në varpun ma të mesve kur gjosë dekal a i plus që kena mësu në nëshkrimin bile adilat sprejt që pëta qesin kishta jo sprejt, po a i flamasterit që pëta lju gishtin unë haloj kom ruje Dia kanë me lor me votu me statin. A ki flamasterin a gishtin ale dyja dekal vish në këput që a gishtin me gjas dhët me këput gishtin me votu me statin po mirë bol jashta artit, qysh e kena laveatin, me qka mirët, ku
kalon kohën jashtë profesionit vet. Jashtë profesionit, laboti është të punu, me biznes, mirëna kom një biznes familjar, me depo, me pajisje mjekësore, kryesisht stomatologjike. Okej. Do me thonë jam që aty me... Mas emisionit për mëjshme me pi ka një kafe, se si dijet, se dojnë me jam hisë për zëra. Edhe unë jam në sferën e farmaceutikës, Po, si mirë, dijet, taksirati nuk I dijet kër. Isholla konkurencë jo. Jo, konkurencë jo, veç për kraje mundet më konë. Reciproke. Normal. Se adin që shtojnë shqiptarët, nuk më nësh me ma po veç ti mu hojnë ndu në edhe unë e ty pak me ta po. Me apo njëni tjetrit. Hojnë. Do me thonë, përveç po, do me thonë, edhe biznesin në biznes familjar. Fatmirësisht. Po shqyqër. Po, përdem që vjen keq ka njerë, po se I len nuk e kanë krejt, po, edhe për këtë pjesë, po vjen keq ka njerë, për shembull që disa prej kolegëve të mi, ka njerë detyrohen me bo punë që as nuk I kanë për shefi, për me të mbulu ty. Për me mujt me mbulu shpenzimet, a përdem, se atin normal që qefi knaci është me pas projekte, atin konstant me bo filma, seriale, teatr, a përdem, konstant me punu. Po kostën e kanë gëgjat madhe? Mundin e kanë më të madhë. A përdem, e tani normal që ketë për këtyne punëve, a përdem, vynë diçka me të mbulu. A përdem, që kërë po ta kryjë masterin, do me thonë, më tha baba, tha, analet kjo në ikona, halë kjo vazhdu. A kryet me qikaqa, a kia dhe najsal mas që sajla. Katasht. Se peshe që për t'keshe që për më shetë të pi uj shpesh, po kom po ondër të nga. Jom që u pakesh të mësët. Me sport so je marakli. A këqyra, a ki interesim edhe atë? A ki interesim gjithmona. Na për shka dush kemi interesim. Për politik, po, për sport, unë kom ushtru basketbol. Do me thonë, po, një 7-8 vjetë në Ylli. Po, tash pak diçka, do me thonë, kuve të fundit e shë, për shembull që kanë lujt, e kom po, për shembull që tash basketbol Ylli u eliminu, nuk mujti me arrit qatë rezultat që e deshti. Po, një sezon pak ma dëshpruses. Po kështu jo shumë e detaje, balkonin do këtë I ka punë të mirë. Po, mirë I ka. Faleminderit. Mirë I ka. Ka mujt mi po se dhaj, ma mirë, po mirë është. Gjithmonë ka vend për përmirësime. Mirë, do me thonë, I përcjeli ko pas kohë, a përdem. Nuk është më pëlqen, po ka njëherë edhe... Varet edhe prej kohës edhe për angazhimeve. Monge ke pas më morë edhe me qëtë pjesë. Po, edhe me ledzu gazet. Apo, shqyqyri ka nojnë të është I gazetat e shkryume se... Shqyqyr s'kisha me thonë. Shqyqyr s'kisha me thonë, se Parisi, do me thonë, ka gazetat shtypën, na pinojnë. Kush është Parisi, para Suarekës e Gilonit. Vushtëria, kur e ka pos kanalizimit. Këto vatrat Lundra se ka pos, a vetem. Qështu që? Po jënë dësane që duhet me urujt, be. Të pak të mbilen ashta jo... Adin ketina pro, adin teknologjia ka bo për një me letësim shumë jetë. Jo 20-30 gazetat shkrume në ashta, po të pak të mbilen një 2-3 pas rujt. Po adin, me pas bër pak, si dëshmi me rujt, po... Mirë se bol, plaki që të ke qatë rogën e 13. Po, dhe I shkretin hallo konë, Allah. Të tyve, për ti qefit se ka thonë. Lave atë, për më svet morë edhe ty kohë ma shumë. Po, bësë edhe kjerën keqë konë. Edhe kjerën e ke lau keqë me hala I të limë, të të kërset pak si shumë me orë. Në emision, nuk na vjen mo, jo për najsena, del. Edhe s'po paguni. Edhe s'po paguhet, ke parë pune më s'folio për rogë 13. Dhe me thonë, a përshet që gjysë orë im halë sa s'ka shkru. Unë e zakonisht to I loj me shkru në reprizë. Kur del transmetime... Po më pëlqen ti si moderator se pa shpenzime. Ja, heq, do me thonë në këto fleta apet I këthaj qatë, ja? Në emisionin tjetër apet njëtat I marrë nuk I shpenzoj kur, nuk shkruj kur. Hargjimet I kom të vogla, që shumë I vogël vetë edhe hargjimet I kom të vogla. Një pik dësh, mirë. 178 vjet I kom. Po, se na I plaki me Peugeot. Ja vetë, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me ardhë. Faleminderit. Po besoj që kur të më falni me se të beta bërç, në I projekt pa hiri? Ka projekt, është një film që është në ardhje, është një film I shkurt, po... Në cëllin muj është? Në shtatin është, po... Ka dal. Po, më qysh jo. Me kom të hajrit I Inshallah, haluje venin. Edhe është film I shkurt, është temë interesant,
është një skenari mirë, po nuk sham pas qef me zbulu ma shumë për shkak Jo, që... jo, të lutem që ka thonë ka një gjeci. Jo, se kur vjen i zbulon detajet kur të vish herën okay. tjetër. Masanena ta na folë edhe ma e tjerë ma shumë. Po dhe vina, i sa se ku marrë dur thotësën. Jo, dur thot, bika, jo, po ty po të bika me përgusën. Puna filmit që del. Faleminderit shumë Levert. Faleminderit juve. Knaci që të pata në hajtë se folim. Hajtë se folim për filmin në emisionin. Folim qëshjo. Knacia dhe jamja, faleminderit shumë për juve. Keni interviste lezetshme. Faleminderit. Faleminderit. Kat. Alo.